Mbrëmjen e së premtes është transmetuar nata e 13 e spektaklit Ferma VIP në ekranin e Vision Plus. Një prajm i mbushur me emocione të forta, largime të papritura, hyrje të reja dhe tensione që kanë trazuar totalisht dinamikën në Ferm. Që në nisje të spektaklit, vëmendja ishte e përqendruar te televotimi për fatin e Fabiolës pas incidentit të ndodhur gjatë spektaklit të së hënës. Pas vendimit të Agait për të çuar fermeren në një televotim të posaçëm, publiku vendosi që Fabiola të largohej menjëherë nga gara. Po, Fabiola duhet largohet sonte. Por të papriturat nuk mbaruan këtu. Një tjetër moment i fortë ishte kërkesa e Gresës për të lënë përfundimisht garën. Edhe pse largimi ishte kërkuar disa herë prej saj gjatë javëve të fundit, këtë herë vendimi ishte përfundimtar. Edhe kisha pos qef mirë taku edhe po vazhdoj. Prajmi solli gjithashtu dy hyrje të reja që pritet të trazojnë ekuilibrat në Ferm. Kostana Morava dhe Inida Gjata u bën zyrtarisht pjesë e Fermës, duke sjell energji dhe dinamika të reja mes fermerëve. Një tjetër debat që ndezi studion ishte rikthimi në vëmendje i puthjes së Vanesës me vëllain disa javë më parë. Ishte Henry ai që e komentoi ashpër situatën gjatë prajmit, duke e konsideruar të papërshtatshme për publikun televiziv. Megjithatë, ky koment u konsiderua si informacion i ardhur nga jashtë, çka solli reagim të menjëhershëm të Agait. Si pasojë, Henry është dërguar automatikisht në nominim. Henry nga sot shkon automatikisht në televotim. Mes të gjitha tensioneve dhe debateve, një nga momentet më emocionale të mbrëmjes ishte surpriza për aktorin Elvis Pupa. Fillimisht ai u përball me një pjatje praku, ku mes emocionesh ai e njohu menjëherë dorën e nënës së tij. Nona ime. Pak qaste më vonë, surpriza u bë edhe më prekse me hyrjen e saj në Ferm. Takimi mes tyre solli emocione, lodh dhe batuta që zbutën për pak qaste atmosferën e tensionuar të kësaj mbrëmje. Ndërkohë është hapur edhe një televotim për të hënën. Në nominim janë DJ Bujaka, Moza, Blerina, Sara dhe Henry. Publiku do të shpëtojë vetëm njërin prej tyre, ndërsa 4 të tjerët do të përballen me sfidën vendimtare të së hënës. Ditët që i lën vendi njëra tjetrës sjellin të papritura në Fermën VIP. Teksa rrethi ngushtohet dhe gara shkon drejt rrugëtimit final, ju mos u mbisni asnjë moment në 2 kanalet të dedikuara, live stream në YouTube si dhe në ekranin e Vision Plus. Edhe ke pushimet e mia do të vinë. Ka të pusha unë të punë. Ju nuk e pisha zgjë.